bukur, interesante. Jo, buka ishte Tani, po na bën kurioz të gjithë ne të tjerëve. Po ti mos bëj rrugën në Korçë, po një bukë me qiqër, po shko dhe për gjëra tjera. Po dhe për gjëra tjera, po çfarë bëj tjetër ti që të shkoj edhe unë, të bëj ato usulle? Po eca si rushja, ece. Po ku ngeli kpuca tjetër? Se njëra më mbeti te furra. Po, kupton tash, furra tjetër, jo më fal, këpuca tjetër. Këpuca tjetër. Na erdhe zbathur me vajzë në Shkodër. Po kisha 2 palme vetë. Okej, mirë. Edhe përfundova tek një dyqan shumë i vjetër, më Kovaç. Ka ende Kovaç? Po, me ka. A ka në Shkodër? Jam habitur, ai punonte di. A ka në Shkodër Kovaç, jo? Po jo, unë di që artizani i fundit është një që bën rrypa për kuaj, do me thënë që është diku afër shkollës Osokuka edhe që kemi pasur në emision, do me thënë artizan nga këta vjetrit e këtyre profileve. I fundit në Shkodër, po i fundit në Korçë. Ai qëndroi, i fundit Korçë, Kovaç i fundit. Dhe mbiemrin e kishte Kovaçi. Me patjetër tani për babain e kishte pasur profesor. Edhe e pyeta, po ti nuk bëre profesor se ne ke parasysh që kemi model prindri. U bë babi mami mësuese profesor, ne patjetër do shkojmë me gjurmët e tyre, vihemi para përgjegjësisë. Po ishte i lumtur ai me punën vet, me ato punë kishte punuar, me ato punë kishte mbajtur familjen, një respekt i jashtëzakonshëm për çdo artizan, jo vetëm në Korçë, por edhe në Shkodër. Ata që vazhdojnë prap dhe përpiqen që këto tradita të mos humbasin. E ndjekim të Kovaçin në Korçë. Se ka Kovaç akoma në Korçë? Mirë. Sa vite keme? Sa vite keme këtë profesion? Qoj mirë. Sa kohë ke që bën Kovaçin? 55. 55 vite? Po ka nevoj sot Korça për një Kovaç? Ka nevoj? Po patru baba në gjyshin Kovaç, që i vogël kam punuar. Po ke pus? Pasion, qef. Ke pun sot si Kovaç? Ka pun? Po. Jeton ti me këtë pun? Me këtë punë kam jetuar, edhe babaj tem, edhe babaj në kisha profesor në shkollën mekanike, dhe praktikë. Ti u bëre Kovaç, jo profesor, si babaj. Më falë, Jo, s'ka gjë. Do me thënë, ti u bëre Kovaç. Kovaç, e mbiemrin Kovaçi. Edhe mbiemrin e ke Kovaçi. Për shkak të mbiemrit. Bukur. Ai është stërgjyshi. Ai është stërgjyshi jo, dhe tjerë. Sa vite ka ky dyqani këtu? Dyqan ka është kështu. Stërgjyshit ja la i jati në 1800. Po. Ju doq që një kace. Pastaj stërgjyshi e bëri 2 kace në vitin 1900 e ca. Po. Fëmijë ke? Është kanë qef, bëjnë punat e tjera. Nuk e duan këtë punë? Jo. Qa punë tjetër bëjnë ata? Ata meren me tregti në këto zardavatet në magazinë kanë. Do thonë ty mbyllë dyqanin apo jo e mban ti dyqanin hapur? Më thonë që lere punën, po unë më them, do punoj sa kam mundësi. Sa që ndroj me kembe. Uro shqiptarët për festat e fund vitit, qa do i uroje për festa? Shqiptarët thirojnë gjithmonë të kenë suksese, edhe të apet punëra sa më shumë të punojnë, e të jetojnë sa më mirë.